Dispozita mbi atë që shkon tek fallxhori ose sihirbaz. Shkuarja në fallxhor dhe në sihirbaz është gjë e rrezikshme për imanin e besimtarit. Shkuarja në fallxhor dhe sihirbaz dhe besimi në atë që ata u tregojnë dhe u apin njerëzve është kufër dhe dalje prej fesë. Pra paraqet vepër me të cilën besimtari bëhet jo besimtar, ndërsa vetëm shkuarja tek fallxhori, pa mos i besuar, paraqet gjunah për gjunaheve të mëdha. Prej argumenteve për këtë është hadithi të cilin e transmeton Muslimi prej Muavije ibn el-Hakem, se i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: me të vërtet ka prej nesh disa që shkojnë në fallxhor. Pejgamberi i tha atij: mos shkoni tek ata. Thot Imam Nevevi, Allahu e mëshiroft, është ndaluar shkuarja tek fallxhorët, sepse ata flasin për gjëra të fshehta që nuk i di askush posa Allahut, dhe ndodh që ndonjë fjalë të cilën e ka thënë fallxhori rastësisht të jetë e saktë, dhe për këtë ekziston frika që njeriu mos të sprovohet kur t'i ndodh një gjë e tillë. Një tjetër gjë është se fallxhorët u apërziejnë dhe u atollovitin njerëzve shumë gjëra, dhe ka ardhur në shumë hadithe. E vërteta, ndalesa nga shkuarja tek sihirbazët dhe besimit në ta. Transmetohet prej disa grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: ku shkon tek fallxhori dhe e pyet për diçka, atij nuk i pranohet namazi 40 net. Muslimi. E transmeton Ahmedi prej Ebu Hurejras radiallahu anhu se pejgamberi ka thënë: kush shkon te sihirbazi ose fallxhori dhe i beson atij, vetëm se ka bërë kufër në atë që i është zbritur Muhammedit. Këto hadithe dhe hadithe të tjera janë argument se ai që e pyet fallxhorin apo sihirbazin për diçka dhe pastaj i beson atij, ka bërë kufër, që do të thotë që ka dalë prej Islamit për shkak se ka besuar se sihirbazi apo fallxhori e din gajbin të fshehtën, qoftë edhe nëse sihirbazi pretendon apo nuk pretendon një gjë të tillë, apo e di një gjë të tillë nëpërmjet ndihmesës me shejtanët ose yjeve dhe kështu me radhë. Ndërsa nëse njeriu e pyet sihirbazin ose fallxhorin me pyetje si tallje apo vetëm për kuriozitet, duke mos i besuar në atë që ai e flet, ky person nuk bën kufër, por këtij personi nuk i pranohet namazi 40 ditë. Thot Allahu: tek ai janë çelësat e gajbit, fshehtësisë, të cilat nuk i di askush posa tij, dhe ai di çka ka në tokë dhe në det. Nuk ndodh që të bie ndonjë gjete, vetëm se ai e di një gjë të tillë. Nuk ka asnjë grimc në errësirën e tokës, asgjë të njom apo të thatë që të mos jetë shkruar në një libër të vërtet. El Enam 59.